Gazetari Sokol Bregu, teksa komenton kërkesën e të atit të Ervis Martinajt, që i birit të shpallet person i zhdukur, thot se është e drejta e familjes që të trashëgoj pasurinë e lishme të tij. Gazetari thekson se prokurorët e SPAK-ut janë 100% të bindur se Ervis Martinaj është ekzekutuar, ndërsa shton se prokurorët e SPAK-ut nuk hetojnë dot vrasje ku nuk ndihmohen nga Skaj dhe Encrochat. Bregu vë në dukje se arrestimi i Aldo Avdylajt nuk ka lidhje me dosjen e Martinajt. Është një procedurë që ai duhet ta kryente. Ervis Martinaj ka një familje, ka bashkëshorte, ka fëmijë, të cilët çdo gjë që ka qenë e lishme e të atit duhet të trashëgohet. Në këto momente nuk mund ta trashëgojnë në bazë të ligjit. Duke qenë se është personazhi më i ndjekur nga publiku, kurrë s'ka ndodhur më parë për çdo personazh tjetër. Ndjekja dhe emri i tij bën një zhurmë shumë të madhe në opinionin publik. Është pak e çuditshme si zhduket një njeri në këtë lloj forme. Nuk është hetuar siç duhet. Mund të nxjerr 7 arsye, por të 7-ta mund të mos jenë ato. Kur kush nuk e di pse kjo dosje u hetua keq. Ata që e kanë kryer vrasjen e Ervis Martinajt nuk kanë lënë prova në vend ngjarje. Ka shumë të përfolur për vrasjen e tij. Por ka një gjë, nëse del ndokush se kam parë ende që thon mund të jetë gjallë etj. Prokurorët e SPAK-ut janë 100% të bindur që ai është i ekzekutuar. SPAK nuk heton dot vrasje që nuk ndihmohen nga Skaj apo Encrochat. Skaj dhe Encrochat e bëri SPAK-un shumë dembel sa i takon hetimit. Nuk e di pse pasi u arrestua Aldo Avdylaj thotë që e ka kryer. Kur kush se di kush e ka kryer. Cila është prova? SPAK se ka fare, nuk e akuzon Avdylajn për vrasjen e Martinajt. Në këtë moment jepet e drejta familjes ta shpallë zhdukur dhe t'i kaloj pasurinë e ligjshme të Martinajt familjes së tij. Ky shtet për Martinajn gënjeu pafund. Dosja u venit, tani kanë filluar procedurat civile, thot ndër të tjera gazetari Bregu.